Atë shka nerva zoni ytë në video. Unë e kom menu që e kom zonin e mirë, deri sa atë ka ndodhë herë, a i ki ditë me herët po, pse ndodhë kjo? E ka një emër edhe quhet konfrontimi me zonin vetanak. Edhe lidhet me ankthin social. Kur flasim, zonin tonë e dëgjojmë prej dy mënyrave. Prej jashtë edhe prej mrena. Nga jashtë na e dëgjojmë zonin i cili vjen prej ajrit, ndërsa ne e prodhojmë zonin vetë, kështu që e dëgjojmë edhe prej brenda, i cili vjen prej kurdhave zanore, përhapet në kafk, edhe duke u përhap ullet, edhe bëhet më i trosh. Kur e dëgjojmë zonin në video, na nuk e dëgjojmë prej brenda, po e dëgjojmë vetëm prej jashtë, prej ajrit, prandaj na tingëllon më i çuditshëm edhe më i holl, sepse efekti i zonit të brendshëm mungon. Ajo që na dëgjojmë është zoni që krejt të tjerët e dëgjojnë, edhe ka mospërputhje në perceptim, kjo që na bën me mendu që ka diçka që nuk shkon. E një pjesë tjetër është psikologjike. Njerëzit që kanë ankth social kanë më shumë gjasa që me ju pengu zoni i tyne kur e dëgjojnë në video. Jo sepse është objektivisht i keq, mirë po sepse truni është shumë kritik ndaj çdo forme të ekspozimit të vetës kur ki ankth social. Studimi nga Jogja dhe kolegët e vet thotë se njerëzit të cilët kanë ankth social nuk e njohin mirë zonin e tyre në video edhe kanë shqetësim kur e dëgjojnë. Sipas teorisë së Carl edhe Wells, njerëzit të cilët kanë ankth social e shohin veten me një sy më të keq edhe nëse kjo nuk është e vërtetë. E një studim tjetër nga Hughes thotë se edhe ata të cilët nuk kanë simptoma të ankthit të theksuar dallojnë në mënyrën se qysh mendojnë se ata tingëllojnë edhe mënyrën se qysh e kanë zonin në të vërtetë. E ty, atë shka nerva zoni ytë në video, kallëzëm komente edhe për ma shumë video si kjo subscribe Urban FM 103.5 në YouTube.